Transmetohet prej Abu Dardas radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ala ukhbirukum bi afdali min darajati as-salah was-siyam was-sadaqa. Ka thënë Resulullah, apo doni më ju kallëzu për një vepër e cila është shumë e dashur te Allahu azza wa jall, dhe se kjo vepër është e lartë dhe e ngritur te Allahu subhanahu wa taala, është vepër shumë e madhe? Ka thënë po ja Resulullah, çfarë vepër është kjo? Ka thënë vepër më e mire sesa sadakaja, sesa namazi nafile, sesa namazi natës. E cila është ajo ja Resulullah? Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, islahu dhate bayyin, ti pajtoni dy musliman në mërzveti. Me i pajtu dy musliman në mërzveti. Pastaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, islahu dhate bayyin hiya al-haliqa, la aqulu tahliqu ash-sha'r walakin tahliqu ad-din. Ka thënë nga se prisha dy muslimanëve, qyre vesh dy muslimanëve, ku prisha dy antarët familjes, ku prisha mesin e burrit edhe gruas, ku prisha mesin e vllaut e vllaut me motrën, ku prisha mesin e xhamatit me xhamat, është edhe më e rëndë edhe më e rrezikshme. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, nga se prisha e dy muslimanëve është qethje. Por thot pejgamberi, nuk po ju them me shku mi qet flokët, por po ju them që dy shok, dy musliman, dy të afërm kur prishën, e prishin dinin e tyre. Allah na forcoft ya Rabbil Alamin. Allah na mundsoft me kuptu këtë din ashtu siç e kanë kuptuar të parët. Të nderuar vëllezër, a dini ku na duhet më ju tut më shumë ti? Duhet më ju tut atina e cili e praktikon dinin po se kupton Islamin. Është praktikues i fesë islame, po nuk e kupton dinin. Nuk e kupton dinin, është praktikues, fal namazin, jep zekatin, agjeron, por kur vjen puna, vesh diçka mi bo pa drejt, e prish dinin ai. E len dinin, sikur që na që thot një fjalë popullore, haxhia he kapuçin. Jo valla haxhia s'bur me kapuçin, duhet me bë sabër. Do të me bë sabër me fitu rahmetin dhe mëshirën e Allahut azza wa jall.